Rikthehemi me pjesën e dytë të super finales ndërmjet Bashkimit dhe PS03. Është kjo ndeshja e katërt. Tashmë dim Bashkimi 2-1 ka krijuar avantazhin dhe skuadra e cila i fiton 4 ndeshje shpallet kampione. Nuk shkon gjuajtja e Dacit, lufton Muhadri, e vazhdon aksionin e skuadrës së Bashkimit. E shohim PS03 pas pjesës së parë 36-38. E kontrolloi më mirë pjesën e parë skuadra Pejani, pati e përsi në pjesën më të madhe, ndërsa u shkëput edhe deri në +7. Por do të shohim si do të rjedhin gjërat në pjesën e dytë. Mbetet e shkurtër gjuajtja e Nikol, topi tek Muhadri, nuk shqëllon. Wegener bllokohet edhe ajo, nuk ka pikë për vashat e Bashkimit. 36-38 pas pjesës së parë, Page Powell edhe sot më mira tek PA03. Ndërsa vjen tentimi i Jefferson për treshe, nuk shëlloj. Good ball, dhe njerë e këta ndohin tek Jefferson. Kiki Jefferson, vend opim prapa tek Arnore për Quku, 5 sekunda për Quku. Ka bon në hapa, 2 dëshimi, sukses shumë. Njerë, shojmë. Frua Muhadri për të indimuar në mbrojtje desën e Nikolit. Tek Bashkimi më e mira ishte pas një dyshim Doncavia Wegener. 12 pikët e saj. Alexis Smith, po ati faul ndaj saj. Nikol është ajo e cila këta topin e loj. Daci tek Destiny Nikol. Dalet pastër për para niset Ariel Cullen, sa nuk ja lejon të vërtimin Aulona Muhadri. Topi përfundojnë jashtë, do të vazhdon të takon skuadrës PS03, edhe njerë shojmë. Edhe një mbrojtje mirë e Muhadrit. Cullen, ka ndovin tek Powell. Quku. More për Quku. Jefferson, Adrian Goodball, Elir, Ariel Cullen. Me gjithatë nuk shkon gjuajtja. Alexis Smith. Vendomin tek Daci, edhe njerë Alexis Smith. 8 pikë të saj sot. 4 nga vija e gjuajtjes së lirë. Është ndalur loja e saj, kthena top tek Saranda. Daci nuk shëlloj. Kiki Jefferson. Arta në kërcim. Edhe mtej pa pik në pjesën e dytë, gabon edhe Adrian Goodball në hapa. Gabimet të shumta në të dyja anët, kur kanë kaluar 2 minutat e para të pjesës së dytë. Edhe tek Bashkimi, edhe tek PA bëshojmë gabime. Normalisht e përmenda në fillim një ndeshje shumë e rëndësishme kjo. Skuadra e PS03 kërkon parazimin e serisë teksa Bashkimi e kërkon të shkëputet në 3-1. Dueli Muhadrit me Përçukun. Realizon Aulona Muhadri, pika e 5. Gjithçka baras 38-38. Super ndeshje niveluar sonte. Arnore Përçuku në anën tjetër qëllon për 3 pik. E sakt Përçuku e përmenda edhe më herët sonte në disponim të mirë për loj. Pika e 12 saj më e dalluara tek PA03. 38-41. Alexis Smith. Smith gaturohet me top. Ndalet me faul. Alexis Smith edhe njerë. Daci. Smith, 5 sekunda. Alexis Smith nga një largësi e madhe do të quan dhe realizon. Alexis Smith nëse i ndes turbinat nuk din të ndalet. E përmenda 33 piki ka shënuar në ndeshjen e fundit.
anën tjetër, Kiki Jefferson nuk shkojnë gjuajtja e saj. Paige Powell e pa fat. Nuk arriti të realizon. E shohim gjuajtjen e Kiki Jeffersonit, teksa Paige Powell ishte më e larta në kërcim. Topi hyrje doli, do t'i ketë 2 të lira. Pak me vonesë u përmirësua rezultati. Pas asaj treshe të Alexis Mead, qëllon Paige Powell, 11 pikë të saj, 7 kërcime, një top i vjedhur. Qëlloj në të dytën, Daci e mera top e ka kthyer tek Alexis Mead. Daci. Nicole. Destiny Nicole. Nicole, Daci edhe njerë të gjuan për treshe, realizon Saranda Daci. E shojmë edhe njerë treshe në Dacit. Qëllon pikën e saj të 8, 5 kërcime, 3 asistime, presion i Dontavia Wegener. E vjedh topin, niset në kundërsolm, realizon. 26-22, e kjo është depërsia më e thellë e bashkimit sonte. Edhe njerë shohim me vëmendshme. Dontavia Wegener, topi i saj i 3 i vjedhur. Pika e 14, 7 kërcime, fenomenale sonte. Si zakonisht tek ekipi i bashkimit Dontavia Wegener. Gjithsesi, presim tashmë pas ti time-outit të kërkuar nga trajneri Muhamet Thaçi, që në përgjigjen e ekipi i tij. Nuk është gjë që nuk ndodhi sot e në ndeshje tjera. Do të shohim si do të shkojnë gjërat pas ti time-outit, rikthehemi pas pak. Iverson, Kiki, Nunu, hey, Kiki, come. Pass up, bench screen. Nunu, roll to left, make left, or you go to left. Hide. Hey, come on, hey, come on. Shohim edhe statistikat e Wegener, që është lideri tek bashkimi. Cullen. Jefferson. Pauli Dacit. Personalja e 4. E Saranda Dacit. E tashmë nisin probleme tek bashkimi. Eksa njëra nga më të mirat në fush, Saranda Daci ngarkohet me 4 personale, pra 8.6 kërcime, 3 asistime deri më tash të Dacit. Me lojë në vend të saj Djedona Alitaj. Quku. More për Quku. Deverton deri në fund. Nuk arriti të qëllon. Topi do të vazhdon të takon skuadrës P03. I shohim edhe në këtë ndeshje si zakonisht ekipi meshkujve të bashkimit në përkraje të bashave. Jefferson e gjen depërtimin, nuk arriti të realizon, topi kthehet në duart e Cullen, e cila qëllon. E një në nivel të detyrës, në mbrojtje. Will Cullen. Poet Alexis Mead, shkakton foul. Cullen, që është duke ndjekur hap pas hapi, me të vërtet sot të paktën deri në këto qaste
Edhe pse 11 pikë ka qelluar Alexis Smith, nuk është në më të mirën e saj. Ka në arritur të ndalin vashat e 5-0-3 me Ariel Collins sidomos, që ka qenë fantastike. Tashmë shkëputet, nuk shkojnë gjuajtja. Thetaj top nga Dontavia Wegener. 3 sekonda të vjen në fund të sulmit të Bashkimit. Shkojnë gjuajtja. Përquku. Ore Përquku. Pati faul në sol. Sipas gjyqtarit Xhelal Mumini. Ka ngritur krahun Arnore Përquku, që ngarkohet me personalin e dytë të saj. Nicole. Destiny Nicole. Gjenë debërtimin, jo dhe pikët. Avull më e larta në kërcip. Ka presionin. Dhe tupin të Ariel Collins që niset. Për para dy vishimi. Arnore Përquku e ka një treshe. Do të tenton edhe një herë. Edhe një herë qëllon Arnore Përquku. 15 pikë të saj, treshja e saj e dytë. 26-27 rikthehet avantazhi i skuadrës së 5-0-3. Alitaj. Ka gabuar në hapa. Tjetona Alitaj. Topi humbur i saj. 3 minuta 25 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. Edhe njerë përgjigjet 5-0-3. Tashmë të kthehet në lojë Merisa Bilali. Ndërsa shojmë edhe njerë treshen para prakit të Arnore Përquku, lëvizja mashtruese dhe treshja e saj. Jefferson. Kiki Jefferson. Ja merr topin nga duart Muadri. Gjithsesi nuk arriti të mbanë brenda vijave. E ka shkelur vijën. Ndalin gjyqtarët lojën. Janë duke diskutuar në qasë rasin e fundit. Përquku du ta rikthen topin në loj. Në 5 sekunda nuk arriti në kohë të kthen topin në loj Arnore Përquku. Ete 26 me 27. Alexis Smith. Ledhe njerë ndaj saj. Njerë shojmë momentin. Është Jefferson e cila ka shkaktuar personale, vetëm e dyta. Mjaft mirë që ndrojnë skuadrën e 5-0-3 deri më tashme personale. Mbrojtje të fort kanë aplikuar. Megjithatë, vetëm Collin është ngarkuar me personalin e saj të tretë, ndërsa gjitha të tjera vetëm nga dy personali kanë, kur janë 13 minuta lojë deri në fund. Nuk gabon nga vija e gjuajtjes së lirë Alexis Smith. 13 pikë të saj rikthehet vësia minimale e skuadrës së Bashkimit 48 me 27. Collin. Thanë topin tek Përquku. Arnore Përquku edhe një herë Muadri. Ja mera top nga duart Arnore Përquku, të cila nervozohet, ndëshkohet me teknike. Personalja e tretë e Arnore Përqukut. Në fakt është shkak të teknikës tashmë e treta. Në vjen e gjuajtjes së lirë është Alexis Smith.
nuk ka bëna Sajrave. 7-7 nga vjet e lirave. Evërsia prej 2 pikëve rikthehet në anën e Bashkimit. 2 minuta e 24 sekunda deri në përfundim të çerevit të tretë. Alexis Mead. Të shkon deri në fund, pas të blokohet Sajrave. Nizet për para, Enisa ka me rolli. Powell të Goodbold. Arrin të realizon Adrian Goodbold në kosh. Pika e 6 të saj. Edhe njëherë gjithë qka baraz në Sezai Suroj në Prizren. Super rivalitet. 2 minuta e 7 sekunda dhe në fund të çerevit të tretë. Simi nuk shkon i Bilalit. Kemi top të diskutueshëm. Problem të pasohet në atë mënyrë pasi e dim vashat e 5-0-3. Në momentin që po e ngrisin kragt, nuk po ka hapësira. Kamerolli tek Adrian Goodbold. Presion në mbrojtje, Goodbold. Pati faul ndaj Adrian Goodbold, është të ntevja Wegener, që tashmë ngarkohet me personalin e saj të parë sonte. Topi do t'jetë anash 1 minutë e 46 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. Kamerolli. Fallon. Shenë kënë Jefferson, Adrian Goodbold. Lirohet Juan, realizon edhe njerë Adrian Goodbold. Tashmë, pas një kohë të gjatë del në skenë, Goodbold, 4 pikët e saj, ja kthejnë avantazhin skuadrës së 5-0-3. Mohadri tek Alexis Mead, dalet në gjysmë distancë, realizon. 51 me 51, 70 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. Collin. Ariel Collin, bukur e këta ndomin tek Paige Powell. Kësaj radhe nuk shkojnë gjuajtja e saj. Nicole dalet me faul. Gjuajtje të lira do t'jenë nga i saj. Edhe njerë shojmë faulin e Paige Powell. Do të kemi zëvendësim tek skuadra e Bashkimit. Ullet Mohadri në lojë në vend të saj Vesa Krasniqi. Kapitenja me 5 pike, 4 kërcime. Një top i vjedhur i saj. Nuk e qëllon në timin e parë Nicole nga vje gjuajtjes së lirë. Në qëllon, në rikthejt e vërsia minimale e Bashkimit, 52-51. Vetë se kemi hyrë në minutën e fundit. Presioni Alexis Mead. Nuk do të arrin të mbanë në brenda vijave a top. Duel për çdo top, në çdo cep të fushës. Një super finale. Po e dhurojnë vashat e të dyja skuadrave. Janë duke lënë zamrën në parket. Dhe rezultati tregon më së miri se sa e niveluar ka qenë kjo ndeshje. Për dallim me duelet tjera ku kemi parë her njërën skuadër e her tjetërën të dominon, ndërsa sonte po e shohim një 30 minutësh super të barabartë. Ashtu si që është edhe vetë rezultati. Kamerolli e cila da rikëtën topin në lojë.
Të dëni një top të gjatë, bukur tek. Good ball, Darin të realizon. Edhe njerë vërsia minimale, kthehet në anën tjetër, 52-53. Ndërsa me teknike shkohet trajneri Dion Basha. Shojmë skuadra nga të tensionuar. 25-7 deri në fund. Presionohet situata. Ndërsa do të shohim poshtë zonë që mos të eskalon më tepër. Shojmë edhe ekipin e skuadrës së PO03 që tërhiqet tashmë. Tërhiqet ekipi i PO03. Daljet loja të nderuar shikues, rikthehemi pas pak.
Gjithçka gati të nderuar shikues për të vazhduar dueli i katërfinali i play-offit të Superligës së femrave. U ndërprer ndeshja për shkak të disa incidenteve, me që raste edhe u zbrazi gjithë palestra edhe do thotë të pranishmit në zonën e VIP-s. U dash të largohen dhe tashmë janë vetëm antarët e kryesive të skuadrave si dhe antarët e bordeve në fush. 53-53, 25.7 deri në përfundim të qerekut të tretë. Nuk arrin të kthen topin në lojë Halitaj, e topin ekipi i Bashkimit. Ka ndikuar normalisht në të dyja anët, do të shohim cila nga skuadra do të jenë më të forta edhe psikikisht për të përballuar gjithë këtë që ndodhi. Nuk kemi mësuar të shohim një gjë të tillë në një ndeshje të femrave, ndërsa do të shohim si do të rrjedhin 10 minutat e fundit. Topi tek Alexis Mid. Niset Mid përpara, ndalet në gjysmë distancë, realizon Alexis Mid. 55-53. Bashkimi mbyll 30 minutë në ndeshjes me epërsinë prej 2 pikëve. Pas tyre 30 minutave, Alexis Mid është më dalluara edhe sonte me 19 pikët e saj, 14 pikë 8 kërcime i pati Dontavia Wegener, teksa në anën tjetër tek skuadra e PS03. Më dalluara sonte Arnore Përquku me 15 pikë, Paige Powell gjithashtu në nivel të detyrës me double tashmë, 11 pikë 10 kërcime, e 10 pikë tjera i ka shtuar edhe Adrian Goodbold. Për pak qaste do starton edhe 10 minutë që vendimtar. Ishte me të vërtet një super ndeshje dhe mëkat që e mori një hije të keqe për shkak të incidenteve që ndodhi. Vashat treguan lojë fantastike në fush, edhe ato të Bashkimit, edhe ato të PS03. Rivaliteti i tyre me të vërtet ka qenë fantastik gjatë gjithë këtij edicioni dhe kjo po dëshmohet edhe sonte në këtë finalin e katërt. Dim që Bashkimi tashmë është 2-1 në epërsi përballë skuadrës së PS03. E kemi pritur një ndeshje të tillë shumë e rëndësishme sonte. PA e kërkon barazimin e serisë, ndërsa Bashkimi të e marrë edhe fitoren e tretë. 10 minutat e fundit do ta vendosin fatin e kësaj ndeshjeje, ndërsa do të shohim se si do të rrjedhin gjërat. Për pak çaste rikthehemi. Starton tashmë edhe 10 minutë i fundit i përballjes, topi në duart e Alexis Mid, e cila përmend apo luan tashmë me 19 pikë. Mid Rojtje mirë, Adrian Goodbold ka vjedhur atë Kiki Jefferson, se në kundërshtim në anën tjetër Dietona Alita i shkakton faul. Topi do t'jetë anash Jefferson, është ajo e cila do ta rikthen në lojë. Cameroli, Goodbold, Cullen. Nisa Cameroli. Pran topin tek Ariel Cullen. Do të lirohet, ka presionin e Alexis Mid, bukur. Cullen arrin të e gjen ndërtimin, realizon, thyen mbrojtja dhe presioni i Bashkimit 55 me 55, edhe një herë gjithçka baraz. Wegener tek Alexis Mid.
Nuk shkon as ky top. Tjetër mbrojtje e mirë e skuadrës së PS03. Nisën përpara Bejanet me Kiki Jefferson. Good ball, Powell realizon. Edhe një tjetër aksion i mirë i skuadrës PS03 të cilat e marrin avantazhin, reagon me njëherë trajneri i skuadrës Bashkimi të Vladan Radović duke kërkuar timeout. Rikthehemi pas pak. E nisi më mirë skuadra e PS03 tashmë çerekun e 4 me 4 pikë eksprese për 55 me 57 teksa kërkoi timeout me njerë trajneri Vladan Radović. Shoj ma do të arrin përgjigjet Bashkimi, do të avjo vegën në ndaljet me faul. Në vjen e gjuajtjes e lirë është Doncevja Wegener, e cila sonte i ka qëlluar 3 lira nga 4 tentime. Duhet zëvendësohet Kiki Jefferson, e cila duket që është lënduar ka gjak në fytyrë, derisa të i pastrohet gjaku duhet largohet Kiki Jefferson. Hey, you gotta stand up, Key. Key, you gotta stand up. Do të kemi challenge të kërkuar nga trajneri Mujo Thaçi për të rishikuar edhe njerë rastin e fundit. E lusim regjin që ta kemi edhe njëherë. Atëherë u kërkua challenge nga trajneri Mujo Thaçi për një faul jo sportiv të Doncevja Wegener, pasi e goditi në hund Kiki Jeffersonin, gjithsesi sipas gjyqtarëve, pra nuk pati ndonjë lëvizje të qëllimshme të Wegener ndaj Jefferson, vetëm gjatë depërtimit e ka goditur në hund. I qëllon 2 lira Doncevja Wegener, nga 16 e saj. Njerë barazohet rezultati në 57 me 57. Quku. Dhe topi tek Adrian, good ball. Gjuan për 3 pikë, realizon good ball. Fenomenale një treshe në një moment shumë të rëndësishëm nga Adrian Goodbold.
57-60. Alexis Mead ka presionin. Alitaj që shkon vetë deri në fund, nuk arritë të realizon topin në duart e Enisa Kamerollit. Nizet për para Kamerolli ka presionin. Kamerolli e kthen topin tek Arnore Bërçuku. Në anën tjetër edhe një topi tek Kamerolli. Bërçuku. Bukur tek Adrian Goodbold. Asistim perfekt I Arnore Bërçukut, edhe njerë qëllon Adrian Goodbold. 5 pikët e saj I japin tashmë avantazhin ekipit. PS03 tek sa e pam lëvizjen e Muhadrit, e cila realizon 7 pikë të Aulona Muhadrit. Ariel Collin nuk arritë të mban brenda vijave topin, dërsa do të kemi zëvendësim kthehet Saranda Daci në lojë në vend të Dietona Halitajt. Një asistimin perfekt të Bërçukut për Adrian Goodbold, e cila realizon. Alexis Mead Dalet Gjuan realizon. Alexis Mead 21 pik, 61-62. Nuk e lejën shkëputjen e PS Vashat e Bashkimit. Bërçuku. Goodbold. Shkaktuar faul Muhadri. Personaja e tretë e saj. Kthehet në lojë Tiki Jefferson. Jefferson. Shkojnë topi të Collin. Ariel Collin. Ish Powell në sekundat e fundit të aksionit nuk arritë të realizon. Larta në kërcem Alexis Mead. Alexis Mead blokohet nga Adrian Goodbold, e cila niset për para. Goodbold nuk qëlloj luftë për atop. Edhe një tjetër personale. Është personalja e Muhadrit, e katërta e saj. E shojmë edhe njerë momentin. Ishte e dyvishuar Adrian Goodbold, ndalohet. Tashmë edhe Muhadri edhe Daci janë të rrezikuara. Që të dyja me nga 4 personale, kur janë edhe 6 minuta e 4 sekunda, ka shumë lojë në këtë përballje. Adrian Goodbold tashmë tregohet e vëmendshme, nuk e qëllon të dytën, por vazhdon sulmi I skuadrës së PS03. Bërçuku. Jefferson. Bravo. Arnore Bërçuku, Kiki Jefferson, Gjuan, por përfundon koha e aksionit të skuadrës së PS03. Alexis Mead. Ka gabuar në udhëheqje. Alexis Mead. Goodbold. E dobi të ka Arnore Bërçuku. Bërçuku. Edhe njerë këtë ndojnë tek Jefferson. Do Gjuan për 3 pikë, Kiki Jefferson realizon për 3.
Edhe një tjetër shkëputje në rezultat nga skuadra e PES 03+5. Dasi e ka presionin, e topin, e vjedh Adrian Goodbold. Barçuku, fall në sulm nga Powell. Edhe njëherë shohim treshën e Kiki Jefferson që e krijon Eversin prej 5 pikëve. Edhe njëherë në anën e skuadrës së PES 03. Kemi hyrë në 5 minutat e fundit tashmë. Mbrojtje e mirë. Ariel Collin, Alexis Mead shkakton fall jo sportiv. Koncentrimi ka rënë në anën e skuadrës së Bashkimit. E mjaft të vëmendshme janë vashat e PES 03, po e shfrytëzojnë çdo moment. Tashmë e kanë Eversin. Edhe njerë shohim si ngatrohet me top Alexis Mead, ndërsa më pas shkakton edhe fall jo sportiv. Në vjen e gjuajtjes së lirë Ariel Collin e cila e qëllon. Në të dytën nuk është sakt, topi do të vazhdojnë takojnë skuadrës PES 03. Plus 6 pejanet, 4 minuta e 44 sekunda deri në fund. Barçuku, pa presionin e Wagner, Powell. Goodbold, lirohet, nuk arriti të qëllon, 20 për para. Bashkimi, Dontevia, Wagner. Shkoj deri në fund, nuk arriti të realizon, do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë, Wagner. Vetëm njerë ka uqur sonte, 16 pikët e saj, 8 kërcime. Qëllon edhe kësaj rade, Dontevia, Wagner. 62-67. Edhe njerë sakt. Largë më mirë se sa në ndeshje tjera sonte që ndronë Dontevia Wagner. Nga vija e gjuajtjes së lirë, zakonisht nuk ka përqindje kaq të lartë, teksa shkakton faull ndaj Barçukut që do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Barçuku. Nga vija e gjuajtjes së lirë. Hera e pa që uqit sonte atmore Barçuku, në të dytën qëllon për 63 me 68. Alexis Mead. Mead. Wagner. Arrin shkon vetë deri në fund, Dontevia Wagner. Edhe njerë qëllon. Edhe një tjetër teknike për bankën e skuadrës së PES 03. Alexis Mead do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Pas 2 teknikeve, tashmë largohet trajneri Muja Thaqri jashtë, ndërsa
vazhdojnë tensionet tashmë, do të largohen edhe dikush nga anëtarët taburit të skuadrës së PS03. Alexis Mead e qelloi gjuajtjen e lirë. 66-68, 4 minuta e 5 sekonda deri në fund. Përçuku. Teja Nore Përçuku. Jefferson. Jefferson, Adrian Goodbold. Deri në fund shkon edhe njerë është sakt. Kur ju desh më shumë t'i skuadrës, shpërtheu sonte Adrian Goodbold. 18 pikët e saj. Alexis Mead, Destiny Nicole. Zgjedh depërtimin vetë, nuk arriti të qëllon luftë për atop, që përfundon në duart e Arnore Përçukut. Ndaj gjithçka Përçukut, 3 minuta e 15 sekonda deri në përfundim. Përçuku e Sulmon Dacin e din që i ka 4 personale dhe del në skenë me përvojën e saj Arnore Përçuku. Alexis Mead, Daci, vendumi mbrapa tek Alexis Mead. Ante Mead. Mead. Për depërtimin, arrin të gjuan në sekundat e fundit të aksionit, qëllon Alexis Mead, 24 pikë të saj. 68-72, 2 minuta e gjysmë deri në fund. Goodbold. Edhe ajo e Sulmon Muadrin. Përçuku nuk arriti të qëllon. Powell. As ajo nuk qëlloj. Alexis Mead niset përpara shpejt. E shfrytëzon faktin që nuk janë të vendosura në mbrojtje vashat e PS03, teksa Wegener edhe njerë do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Nuk qëllon kësaj radhe, Wegener vetëm hera e dytë që gabon sonte. E qëllon Wegener. Ndërsa po e shohim trajnerin Mujo Thaçi që u desh të largohet. Cullen. Goodbold. Bukur, ai top të Kiki Jefferson. Për pak nuk realizoj nisë për para. Alexis Mead. E gjendon Tevja Wegener e cila e qëllon edhe njerë. 71-72. Afrohet në rezultat edhe njerë bashkimi. Një minutë e 34 sekunda. Dram e vërtet në finalen e katërt. Gjithçka bam sonde të ndëruar shikues. Dy skuadra që po e japin zemrën në parket për këtë fitore. Do të shohim si do të rrjedh 1 minutë e gjysmë sa ka mbetur, rikthehemi pas pak.
Po i shumë statistikat e Doncevia Wegener, 23.8 kërcime të saj, 3 topa të vjedhur, 71-72 tashmë. Drama e ka arritur kulmin në këtë ndeshje, kush do ta marrë fitoren? Kiki Jefferson, deri në fund, nuk shëlloj, good ball, blokohet pasën nga Daci, vazhdon sulmi i skuadrës së PS03 për Quku. Arnore për Qukut, loj me këmbë, nga good ball, mjaft mirë arriti për Quku të debërtan në top në mesin e dy lojtareve, me gjitha të e goditi në këmbë Adrian good ball, e cila nuk arriti dhe shkon deri në fund. Tjetër time-out të kërkuar kemi 1 minut e 10 sekonda dram, bashkimi PS03, rikthehemi pas pak. Një minutë e 10 deri në fund, topi të takon skuadrës së bashkimit, vjen presioni i PS03 në mbrojtje. Do të shohim si do të rjedh fundi. Alexis Mead. Mead. Arrin të e gjenë të bërtimin njohë dhe pikët Muhadri, e mera top, e gjenë Wegener, dalet me faul nga Powell. Edhe njerë në vjenë gjuajtje së lirë do tjetë Doncevia Wegener. Ish Powell ka shkaktuar faul. Edhe njerë Muhadri që e mera të kërcim, e gjenë Doncevia Wegener nën kosh. E qëllon edhe kësaj radhe gjuajtje në lirë. Edhe një herë, gjithë shka baraz, 72-72. Nuk qëlloj, Muhadri lufton për atop, do t'ju takon skuadrës së PS03. Challenge me gjitha të ka kërkuar trajneri Vladan Radovic, do të rishikohet edhe një rasti se kujt do t'ju takon ky top. E lusim regjinë, njerë të shohim rastin e fundit. Atëherë pas challenge të kërkuar nga trajneri Vladan Radovic, challenge-oj suksesshëm, topi takon skuadrës së PS03. Vazhdon drama, gjithçka baras, 72-72, 46.2 deri në fund. Ariel Cullen e ka topin. Cullen tek për Quku. Cullen. Ariel Cullen
Nuk shkojnë gjuajtja, topi në duart e Alexis Smith, faulli Arnore për Çukut. Faulli 4 për Çukut, e cila nuk e pranon asesi këtë personale. Njerë shohim në vijën e të lirave, Alexis Smith. Hera e parë që ujtë sonte. 9-9 ishte i drive dora Alexis Smith në qastet vendimtare. Dyne në qëllon. Kemi time-out të kërkuar nga banka e skuadrës PS03. Vetëm 28.4, revërsia minimale në anën e bashkimit. Deri në sekundën e fundit do të kemi dram ndërmjet këtyre dy skuadrave që nuk po dorëzohet as njëra as tjetra. E pam shpërthimin e skuadrës së PS03 pa lojës fenomenale të Adrian Goodbold në këtë qerek. U shkëputën edhe deri në +6 për 61 me 67. Megjithatë përsëri bashkimi u përgjigj. Dhe tashmë Prizrena se dhe ka në përsin minimale. 28.4 deri në fund. Topi do tjetë në anën e skuadrës PS03, rikthehemi pas pak. Pra 28.4 deri në fund. Po shohim edhe statistikat e Alexis Smith, 25.6 kërcime, 6 asistime. Arnore për Çuku e ka topin. Niset për para për Çuku. Jefferson. Mbrojtje mire. Destiny Nicole. Faul ndaj saj. Çfarë mbrojtje. Në qëfar momenti nga Destiny Nicole. E shohim trajnerin Muje Thaçi, i cili ju desh të largohet për shkak të dy teknikeve që i mori banka e skuadrës. 2 të lira për Destiny Nicole Bahanën. Shëllanë parën 74-72, 12 sekonda janë deri në fund. E hapur është ende kjo ndeshje të ndërruar shikues. E qëllon edhe të dytën. I duhet treshja PS03 për ta barazuar rezultatin. Për Çuku. Goodbold. Ka presionin. Cullen. Do gjuan nga një largësi e madhe, nuk shkon treshja. Topi në duart e Prizrenaseve. Bashkimi arrin të merr fitoren në një dram që u zhvillua sonte në palestrën Sezai Suroi në Prizren të nderuar shikues. Çfarë ndeshje kemi ndjekur sonte? 75-72. U desh të zbrazet palestra për shkak të incidentit që ndodhi. Por një që ishte fenomenale. Hashat që e dhanë zemrën e lanë. Hashat e të dyja skuadrave dhuruan spektakël me vërtet për të vërzuar dy skuadrat për performancën e treguar. Bashkimi e rëndes fitorën dhe avantazhin prej 3-1. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone. Jemi me trajnerin e skuadrës së P03, Mamet Thaqin, trajner një ndeshje që pam gjithçka. Por po i lëm anash gjitha ato që ndodhen jashtë. Unë e potencova edhe gjatë komentimin me të vërtet vashat e të dyja ekipeve. I kemi parë sonde të lënë zemrën në parket. Edhe vashat e juja, edhe vashat e Bashkimit u munduan dhe dhuruan një spektakël basketbolli në fush. Trajner, çka vendosi në fund, arritët të merr një epërsi në ato çaste, patët një epërsi prej 6 pikëve, megjithatë pa rikthimin e Bashkimit, sipas jush çka ishte vendimtare? Po, fatkeqësisht këto sende ndodhin veçmo 25 vite në basketbollin e Kosovës dhe nuk e lajnë basketbollin me çu kokën. Është fatkeqësi. Qysh ku kam lujtë edhe këto sene kanë ndodhë, unë nuk e di se çka i arrin dikush ku ta shon familjen, gruan, çikën, nuk e di çka arrin me atë çështje. Por sa i përket lojës, lojë shumë e fortë, lojë shumë korrekte mes dy ekipeve. Fatkeqësisht nuk i kanë pas statistikat se kam dalë jashtë me për shkak teknikeve. Unë veç ja uroj fitoren Bashkimit, fitoren me merit. Unë nuk komentoj as referim, as publikun, edhe pse po vjen keq që unë një njeri i cili është shqiptar, me ja ofendu familjen një personit i cili ka dhënë shumë për basketbollin e Kosovës, po si të qoftë, i mbetet atyve, ftyra atyve. Qyshe ceka, urime fitoren, është 3-1, gjithçka mund të ndodhë, ne nuk dorëzohemi, ne do të kthehemi në pej, po ne do t'i presim ç'është duhet mi prit. Jo kështu, jo në këtë mënyrë, edhe ne nuk do të ftojmë njerëz prej stafeve të ndryshme, klubeve me bodyguarda, me art trenerin, me ka për dore, me sulmu, se kjo është e pahishme, por si do të qoftë, ju me të ftyrën atyre, juve falemder, edhe na vjen keq, edhe po vjen keq edhe juve ju kemi marrë kohën edhe ju kemi dhënë stres, po ndodh çka ndodh. Trajner, gjithsesi, kur po flasim për ndeshjen, duhet t'i japim më shumë theks vashave se çka dhanë sonte, edhe rivalitetit të vashave në fush, gjëra që ndodhin jashtë mund të ndodhin. Gjithsesi, trajner,
do t'jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për juve, ndeshja e radhës, me çfarë strategjie mendoni që do t'hyni edhe si mendoni që duhet të merrni fitoren pasi është shumë e rëndësishme kjo? As pak nuk jo mohem djesë në këtyre varshave se ato e kanë meritu. Ne kemi ardhur për ato këto, nuk kemi ardhur për dikën tjetër. Ata e meritojnë çdo lëvdat dhe çdo notë të mirë për ata. Nuk ka strategji. Ata që luftojnë më tepër dhe kanë zemër më të madhe, ata fitojnë finale. Kjo është finale. Strategjit ndonjëherë nuk luajnë rol në këto ndeshje. Besoj që do të vim me zemër të madhe, me mbrojtje më agresive dhe ta kryjmë punën në Bilen Pej. Faleminderit shumë trajner, suksese. Për pak çasti presim ta kemi këtu edhe trajnerin Vladan Radović. Tashmë pranë me edhe kryetrajneri i bashkimit, coach, fight it for 40 minutes. Girls really showed character, both of the teams. Both of the team gave 100% from their self, and what decided in the end, even though PA got that lead by 6 at the fourth quarter, you come back as you did almost during the whole time of the game. What was the crucial moment or the key of this win? But in this game, I think PA and we play so hard in defense with big fight, with big focus. PA respond so good after last game when we win in big difference, and I think PA will do that because PA have experienced players with character who don't go back without fight, and I talk about that with my players. I be a little scary about that moment after big win when we go little easy inside in the game, but okay. Like always with PA, it's so hard to play physically, and in the finish, I don't know. We have some mistakes in one moment. PA go in the 6, like you tell, but we return with good defense, definitely. Coach, next game it will be at PA. They don't have what to lose anymore. They will go more than 100%. And do you think that you can finish the job there? And how do you expect to go that game? And before this game, before this final series, I always talk about step by step, game by game. Okay, it's 3-1 for us now. We are in good position. Maybe now it's pressure on PA, definitely. But I don't want to think about PA like I never do. I always talk about my team and about how we need to play. I hope so we are enough smart to go like every game. Like, okay, we have second little different, but in that game also we fight, especially in defense, but we don't play smart in offense. I don't know, game by game, and we will see. Thank you, Coach, very much. Ishim me trajnerin Vladan Radović, u shpreh lumtur për këtë fitore, tha që e kemi pritur një përgjigje të tillë nga skuadra e PES 03, pasi e dim që e kam përmendur në vazhdimsi, skuadra e PES është një skuadër fantastike dhe ka lojtare me shumë përvojë. E kam pritur një përgjigje të tillë pavarësisht fitores në ndeshjen e fundit me përsi të thellë që kemi pasur, gjithsesi kam qenë paksa i friksuar se si vashat tona do të përgjigjen, por gjithçka shkoi mirë, i patëm disa gabime gjatë ndeshjes, aty edhe kur u shkëput ekipi i PES në +6, por më pas u rikthyem me një mbrojtje mjaft të mirë dhe arritëm të e marrim fitoren. Pyeta edhe për ndeshjen e radhës në Pej, tha strategjia jonë është të shkojmë ndeshje pas ndeshjes dhe të japim 100% ton. Unë mendoj për skuadrën time dhe mendoj që duhet të tregohemi të mençur mjaftueshëm, të luajmë siç kemi luajtur në të gjitha ndeshjet. Të nderuar shikues, kaq nga kjo dramë e basketbollit, po e them për sonte, ku bashkimi
Pjani arritet të marrë fitoren dhe tashmë është 3-1 në serin finale ndaj skuadrës së PS03. Dhe ndeshja e radhës mund të dalë të jetë vendimtare, pra mos harroni të enjtën do të jemi në Pej, ku e thash edhe me trajnerin e bashkimit, skuadra e PS03 nuk do t'hyjnë 100%, po do t'hyjnë 200% për të marrë fitoren, ndërsa bashkimit i duhet një fitore për të shpallur kampionet të Kosovës. Ju falenderoj për vëmendjen, juftoj të vazhdojnë të qëndroni me programin Pasor Sportiv të Art Motion nga Unë Ulpiana, natën e mirë.